Nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit nëse hani hudhër me mjalt me stomakun bosh. Hudhra është padyshim një nga përbërësit që duhet ta përfshini në dietën tuaj të përditshme. Hudhra konsiderohet shumë efektive për përmirësimin e shëndetit të zemrës. Mund të ulë kolesterolin dhe presionin e lartë të gjakut. Mund të parandalojë atakun e zemrës dhe sëmundje të tjera. Mënyra më e mirë është që ta prisni dhe ta lini për 15 minuta para se ta konsumoni të gjallë, dhe gjithashtu është e rëndësishme që ta hani me stomakun bosh. Një tjetër mënyrë është që të merrni 2 deri në 3 thelpi hudhër, priteni në copa të vogla dhe përzini me një lugë mjalt. Konsumojeni këtë përzierje çdo ditë dhe brenda një jave ju do të shikoni përmirësim. Kështu, niveli juaj i energjisë do të rritet dhe ju do të ndiheni shumë herë më të shëndetshëm.